Kthesa e fortë e këtij segmenti që lidh Klosin me rrugën e Arbërit në fshat nuk është rrezik vetëm për automjetet, por edhe për familjen Doka që e ka banesën fare pranë. Aksidenti më i fundit ku një automjet u përplas me barrierat metalike u regjistrua të dielën. Klodian Doka thotë se familja e tij është e rrezikuar në çdo moment për shkak se automjetet që vinë nga rruga e Arbërit rrshqasin e përplasen me barrierat metalike të rreth rrotullimit mbi shtëpinë e tij. Banori thotë se barrierat metalike janë dëmtuar dhe automjetet rrezikon të përfundojnë në borrin e banesës. Që nga ndërtimi i rrugës, Doka thotë se ka kërkuar nga kompania që të ndërtojë një mur mbrojtës në mënyrë që të mos i rrezikohet jeta e fëmijëve të tij. Ka ditë që nuk përplaset makinë. Mos kem vu çdo gjë që është bërë që fikon këtu dhe murin poshtë që është bërë me shpenzimet mia. Thjesht u pata kërku, thjesht mbini materiale se e bëj vetë. Para se bëj nuk ish muri, atje në borë kanë ra makina. Në ditë veç ku shof, bie kamioni me 80 këtu. Sa nuk vjet me rrit makinat për ditë. Klodian Doka u bën apel institucioneve të marrin masa për të siguruar jo vetëm shtëpinë e tij, por edhe drejtuesit e automjeteve.